tu i shes ka 6 euro, a ke trigi, Mitrovica, shka merë, Pilipionit e Prishtinë, Mitrovic, që kjo me film me gjezë është e mosht, sa burka janë, kjo është 5 euro këto. Qysh të ishin 5 euro? Valloj, kjo me gjezë është e mosht. Plus është puna jam. Kunauta në traburit, aja ka shtollën e gjamën shtime, gjizën e marë pisonja. Po tash kur po e përmend shitjen, po du mi klasifiku faktikisht se cilën prej tëne, edhe me ditë ata njerë që kanë një kontaktu, që kanë me pa edhe këtë intervist, me çfarë çmimi gjojna zakonisht në treg produktet e juaja? Po, unë këtu i shes ka 6 euro, a ke trigi, Mitrovica, shka merë, Pilipionit e Prishtinë, Mitrovic, kejt ka 7 që të mëhet i shesin. A unë ka 6 i kom bon. Dhe me thonë këto kavanozat e mdhaj. Po, ka 6. Këtu ka 2, shka banti me 2. Me 2 euro shka vjente, një kofë është 1 euro, po vjetë ofi. Që kjo me film me gjezë është e mosht, sa burka janë, kjo është 5 euro këto. Qysh të ishin 5 euro? Valloj, kjo me gjezë është e mosht. Plus është puna jam. Puna jem është kjo, edhe gjizën e blej. Edhe gjizën e blej të lupës, nuk e blej të marketit. E marë kunauta në traburit, aja ka shtollën e gjamën shtime, gjizën e marë pisonja. Që ka të me thonë krejt edhe produkti i parë, të me thonë me cilën banë këto turshi, edhe kjo pjesa përponime, gjithë shka është, me thonë ashtu në kushte shtëpije. Nuk janë gjana që janë të bleme komerciale. Po, kur po e mendon me zgjeru biznesin përveç serës, a mendon që do shta një mini fabrikë, sepse e shoh që keni shumë hapsin këtë. Po hapsin ka 20 orja bërri ka. Po, a shkon realisht diçka që kishe pas nevojë? S'kam punëtyre, s'do kush me punu. Kush zjen, edhe me pare me thirë. Çka thash unë, ka shku 2 javë ditë, 3 javë ditë, nuk ka orë kush me na livru orën, se s'kena mjetë të tëna. Ka shku vënë sere vjetë së në kom mjetë. Asi vjetë, që tash e kam mjellë të kep, a dina pra gjikin e kom mjellë, e kom pjek dërën e pare, kom shtik, tash kom mjellë dërën e dytë. A dina pra gjikin e mjellë, si kom pjek spesat, a dhe nuk e la as dimit me nejtë. Që ka të me thonë ti merë prodhem 2-3 herë në vitit?